ligjërata apo titulli i kësaj ligjërate është edukimi i pasardhësve. Edukimi i pasardhësve tanë. Me të vërtetë është një temë shumë e rëndësishme. Një temë e cila është me peshë të madhe në shariatin Allahut Azza wa Jall. Dhe luan një ndikim, një rol shumë të madh në historinë e pasardhësve tanë. Dhe jo rastisht, çdo herë kur kemi pas gjenerat të shëndosh, e mirë e bazuar mbi argumente, edhe pasardhësit e tyre kemi pas të shëndosh dhe të dobishëm në të ardhmen. Një gjë si kjo e dëshmon historia. Dhe në të kundërtën, çdo herë kur kemi pas gjenerat, e cila ka qenë do të thotë me defekte, me devijime të ndryshme morale, etike dhe fetare në parim, kemi pas edhe gjenerat apo pasardhës të tyre të cilët kanë bërë rregullime dhe shkatrime dhe gjëra të këqija, do të thotë në rrezullin toksor. Jo rastisht, dietarët e përmendin rastin e Kabilit, i cili u bë shkak për vrasje, dhe ai është vrasësi i parë, katili i parë në rrezullin toksor, dhe ai i mësoi gjithë njerëzimit vrasje. Pra bëre një punë të keqe, dhe ajo punë u trashëgu tek të gjithë umetet deri në ditën e sotme. Dhe njëjta ndodh edhe me ne. Nëse na nuk jemi gjenerate që do të përcjell mesazhe të mira dhe të shëndosha, atëherë edhe pasardhësit e tonë do të jenë të tillë. Do të jenë të krymt, të prisht dhe të devijuar në të gjitha aspektet e devijimit. Dhe kështu në këtë formë kuptojmë se Allahu Azza wa Jall çdo kujt të cilit i ka dhënë udhëheqësi, e ka bërë krye familjar, e ka bërë burr, bosh të shtëpisë, i ka dhënë post, ai post një herët apo më një herë nënkupton edhe përgjegjësi të madhe mbi ata të cilët i kanë në udhëheqjen tënde. Kështu që këtu kemi të bëjmë me një post, me një udhëheqësi e cila është lokale, udhëheqësia e shtëpisë tënde, udhëheqësia e fëmijëve tu, pasardhësve tu, nënkupton se ti ke obligime dhe detyra të cilat duhesh mbush ndaj atyre fëmijëve të cilët i kanë nën kujdesin tënd. Edhe njëjta vlen me çdo nikoqir, me çdo përgjegjës, me çdo udhëheqës, se ai i mban përgjegjësi për ata të cilët i kanë në udhëheqjen e tij. Jo rastisht thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Të gjithë ju jeni përgjegjës, jeni çoban, edhe që të gjithë ju keni me dhënë llogari për kopën e juaj. Keni me dhënë llogari për dhënat e juaj. Të gjithë ju jeni përgjegjës në shtëpitë e juaj dhe të gjithë ju keni me dhënë përgjigje për evlat të juve. Kuptimin komentin më të shkurt apo më të ngushtë të këtij hadithi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na që të gjithë investojmë materialisht për fëmijët e tanë. Kur të marrësh dhe ta studiosh hallin ton, dhe këtë po e përmendin nga se jemi në fillim të vitit shkollor, ku fëmijët e tonë i nxjerrim nga shtëpia. Dhe në mënyrë direkte apo indirekte ne kuptojmë se këto fëmijë i nxjerrim në rrezik. Tani ata do të thotë, atyre ju rrezikohet morali i tyre, ju rrezikohet shëndeti i tyre, ju rrezikohet siguria e tyre, çdo send që kanë pas të sigurt, tani më e kanë të pasigurt. Por ne këtë pasiguri e mundohemi që ta kompenzojmë materialisht. Shkojmë dhe blejmë çonta të shtrenjta, blejmë lapse më të mira, habe, e guma pelikan, e ngjyra as diçka, do thotë çdo send mundohemi në maksimum mu aplotësu atyre materialisht, që të mundohemi që zbrastirën e rrezikut ta mbushim me materie, me gjëra konkrete, e jo me shpirt. Pyetja ime është se që të gjithë apo një pjesë prej nesh kemi dërgu disa antarë të familjeve tona në shkollë fillore, në shkollë të mesme apo shkollë të lartë, sikur se është fakulteti, dhe që të gjithë kemi kontribu materialisht për ata. Pyetja është se a na ka shku në ndërmend që na tu a themi një fjalë të mirë morale atyre. Për shembull që ti themi ruaje nderin. Ke kujdes ule shiqimin, apo bëhe i moralshëm në klasë, apo ndëgjoj mësuesin, apo merr pesa në orë apo në klasë. Pyetja është se na sa mundohemi që të investojmë për pasardhësit e tonë në aspektin shpirtëror.
që ky investim të jetë i shëndosh dhe të na kthehet me të mirë, e jo të na kthehet me materia apo me të keqe. Sepse na nëse mundohemi që zbrastirat morale të mbushim me materie, atëherë kemi dështu prej së fillimit. Dhe kjo është fillimi i shkatrimit tonë. Nga se kjo gjenerat këto pasardhës janë pasqyra e jonë. Tregojnë se na sa jemi të ngritur moralisht. Nëse kemi gjeneratën që vjen pas nesh të shëndosh moralisht, kjo tregon se morali jonë ka qenë i mirë dhe i shëndosh. Nëse gjeneratat që pasojnë pas nesh janë të degeneruar, janë të shkatruar, atëherë kjo tregon se na nuk kemi moral. Atëherë kjo tregon se na nuk kemi përgatitje për investim të mirëfill për gjeneratat që vinë pas nesh. Dhe kjo është zanafilla e dështimit. Kjo është dështimi prej së fillimit. Dhe që të mos ndodhe gjithë kjo, sot do të përmendim disa rregulla dhe parime të bazuara në Kur'an dhe Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që na mësojnë dhe na tregojnë rrugën e edukimit të pasardhësve tonë. Nga se ata janë investimi jonë më i sigurt, investim i cili ose do të na kthehet me të mirë, ose do të na kthehet me të keqe. Ai i cili investon në aspektin shpirtëror dhe moral prej tani, padyshim se ky investim do t'i kthehet me të mirë. Ai i cili investon me materie dhe haron edukatën shpirtërore, edukatën fetare, ky investim do të kthehet bumerang për nga e keqja. Do të kthehet bumerang për nga e keqja. Sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një këshill që jep Muadh ibn Jabelit dhe i thot: "Wa anfiq ala ahlika min tawlika, wa la tarfa anhum asaka adaba wa akhifhum fillah." Tre këshilla të para. Thot, edhe investo, harxho për familjen tënde nga mundësitë e tua që i ke. Këto është edukata materiale, që të investosh maksimum në aspektin material për familjen tënde, për ka ardhur min taulika nga mundësitë e tua, aq sa ke mundësi. Dhe një ditë prej ditëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyet njërin nga shokët e tij dhe i thotë: "Ja Rasulullah, a kam shpërblim për harxhimet që e bëj për familjen time?" Ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ia kthei përgjigjen dhe i tha bile, edhe kafshatën e bukës kur e vendon në gojen e familjes tënde, edhe për këtë gjë ke shpërblim. Dhe i tha: "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi 'itqi raqaba, wa dinarun anfaqtahu fi miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, khayruha wa 'azamuha 'inda Allah ad-dinar allati anfaqtahu ala ahlik." Sot një dinar të cilën e ke shpenzu në rrugt të Allahut, e një të tjetrin dinar të cilën e ke shpenzu për me liru një sprov një besimtarit, një të tjetrin të cilën e ke shpenzu për ta ndihmu një të varfër. Thot, e një dinar tjetër të cilën e ke harxhu për familjen tënde. Më i madhe dhe më e vlefshmja është dinari të cilën e ke harxhu për familjen tënde. Këtë po i potencon nga se Islami i ka kushtuar rëndësi të madhe kujdesit material, saqë ka qortu dhe ka ndëshku besimtarin i cili nuk ndihmon familjen e tij. Ju dini fort mirë gruan e Ebu Sufjanit, e cila erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u anku. Këtë po i përmendë jo rastësisht, nga se në të ardhmen që do të përmendë pikat kanë të bëjnë me edukimin shpirtëror. E të mos mendon dikush se Islami i thot vetëm jepi mësim, jepi ders nasihat e lënën e të vdesë për bukë. Jo, nuk i kemi aty për qëllimin. Jo rastësisht dhe shumë me qëllim, po i përmendi këtë kujdes të madh që jep Islami edukimit material, dhe që në të ardhmen kur ta përmendë edukimin shpirtëror, që të mos kemi keq kuptime dhe devijime në kuptim të asaj që ta përmendë. Dhe vjen ajo grua e Ebu Sufjanit dhe ankohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "Ja Rasulullah, buri im është koprac dhe nuk shpenzon për ne aq sa kemi nevojë." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgjigjen asoj grua kështu. Thot: "Khudhi ma yakfiki wa li waladiki bil ma'ruf." Sa shiqoj motra ime, tha merr nga pasuria e burrit tënd, pa lejen e burrit tënd, pa dijen e burrit tënd, aq sa të mjafton ty edhe fëmijës tënd. Aq sa të mjafton. Dhe këtë po i themi për çdo grua e cila është domaçin në shtëpinë e saj, se ka të drejtë të harxhon për nevojat e saj shtëpiake.
aq sa ka nevojë në bazë të standardit ku jeton. Për shembull, nëse i ka në dorën e saj 2000 euro, nuk kuptohet se i harxhon të gjitha, jo, po i harxhon 200 euro atë sa është standardi në atë vend ku jeton, ku për shembull po përmendem rastin konkret Maqedoninë. Pse përmendi këtë hadith? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë dhe në asnjë rast, në asnjë moment nuk ka lejuar që përgjithësi domaçini me në përkamp aspektin material në shtëpinë e tij. Dhe në rast se kemi rast një burr i cili është kopras, një domaçin i cili është kopras dorështrëngut, i lejohet familjes së tij që me marr edhe pa leje për nevojat e tyre materiale që i ka jeta e përditshme. Këshilla e dytë është wala tarfa anhum asaka, edhe ku ta përmendëm më vonë, edhe mësoj familjen tënde që të kenë frikën e Allahut azza wa jall. Që të kenë frikën e Allahut azza wa jall. Tjetra në radhë është që, sikur se e përmendi një vëlla pak më herët, që edukimin e fëmijëve ta bëjmë para se të lindin ata, me zgjedhjen e gruas së mirë. Jo rastisht thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bi dhati din taribat yadak. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon se i riu çfarë kriteri duhet të ketë për ta martuar një gru. Të parën e përmend bukurinë. Dytën e përmend pasurinë e saj. Tretën e përmend lozën e saj, nesebin e saj, kabilen e saj. Dhe të katërtën thot edhe për fenë e saj, thot merre fetaren nëse don që të rahatohesh. Nëse don që të kesh pasardhës të mirë dhe të shëndosh, zgjedhe gruan e mirë, zgjedhe fetaren. Zgjedhe fetaren. Po dikush do të hoq. Po na këtë feja, shta edhe kur është puna e grus, këtë fej kina me boa. Po be, nuk po thamu në këtë fej me bo, këtë namaz dinin. Ama edhe këtë dashuri jeta nuk shkon lule. Ka sprova, ka fëmi, ka do të edukim. Kështu që du të pas baraspesh mes bukuris edhe fes. Por se Islami i e rëndësinë më të madhe devotshmëris, aspektit fetar, nga se ajo është elementi i cili mban familjen e shëndosh dhe mban familjen që të mos rënohet dhe dërmohet. Nga se në rast se ke marrë familje apo gru e cila do të thotë ka bukuri, por nuk ka fe, nuk ka moral, pa dyshim se dhe fëmijët e tu ndoshta do të jenë të bukur, por morali i tyre do të jetë katastrofal. Dhe ti do të kesh jetë të keqe dhe të hidht, nga se bukuria pas 10 viteve harxhohet dhe mbaron, por morali, karakteri mbetet deri në vdekjen e saj. E nëse ke llogari që ta rrezikosh gjithë jetën tënde me 10 vite bukuri, urdhno, provaj. Por askujt nuk i ka dal ka e mbara. Por dijeni dhe çdo i ri ta ketë parasysh se medreseja e shtëpisë është grua e mirë. Nëse ke marrë gru të devotshme, shoqe, bashkëshorte të devotshme, atëherë ta di se edhe pasardhësit i ke të shëndosh, i ke të moralshëm, i ke të devotshëm dhe i ke pasardhës të cilët kanë me të respektu dhe nderu ti kur do të kesh nevojë për ndihmën e tyre në pleqërinë tënde. Në sa raste kemi pa njerëz pleq të lodh, ama janë krenar dhe janë të kënaqur me pleqësinë dhe lodhsinë që e kanë. Pse? Nga se kanë evlat të hajrit. Investimin ndër një e kanë pas të shëndosh dhe jetën e tyre e kanë zhvilluar mbi baza të shëndosha, mbi baza fetare. Dhe sa të tjerë kemi pleq, të cilët kanë sa e sa pasuri, por nuk kanë pasardhës të shëndosh dhe të mirë, dhe jeta e tyre është e hidhur, sa që edhe dëbohen nga shtëpitë e tyre dhe u thut, shkorin kafa aman hub prej shtëpie. I thot reja e ti, i thot i biri ti, i thot grua e ti. Thot aman hub prej shtëpisë shoku dush, vetëm na u largon mos shohim shtëpinë tonë. Nëse don me të ndodh një gjë si kjo, merre gruan e heshme e cila nuk ka devotshmëri, nuk ka fe. Nga se fëmijët marrin moralin e nonës 90% e rasteve. Pra zgjedhe nonën e mirë, zgjedhe gruan e mirë, nëse don që të kesh pasardhës të mirë dhe të shëndosh. Thot një poet, el ummu medresetun idha a'adadtaha. Thot gruaja është medrese, është shkollë. Kur ta përgatitesh a shkollë, a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi. Thot kur ta marrësh gruan e mirë dhe të shëndosh, atëherë ke përgatit popull dhe fis i cili është me los të mirë dhe të shëndosh. Nga se kështu zhvillohet shoqëria, kur ke marrë dhe ke fillu
Pra pasardhës tënd, një i cili është nga pjesë përbërëse e shoqërisë, ai një do të banë 10 të tjerë. Ata 10 do të bëjnë fisin, do të bëjnë shtetin, do të bëjnë kabinën, nga se kështu është formuar gjithë njerëzimi, nga një njeri dhe nga një gru, Havaja dhe Ademi alayhi salam. Por shiqosat sa miliarda. Kështu dhe në këtë mënyrë zhvillohen pasardhës të tonë, nga një burr i shëndosh dhe nga një grua e shëndosh. Kemi pasardhës të shëndosh. Nga një burr i prisht dhe nga një grua e prisht, kemi pasardhës të prisht edhe të degeneruar. Pra e para, dhe më rëndësishme është zgjedhja e gruas së mirë dhe të devotshme nëse duam që të kem pasardhës të mirë dhe të devotshëm. Tjetra është që na të kemi kujdes që pasardhësve tonë t'u mësojmë vlerat fetare. Dhe atë më të rëndësishmen që t'u mësojmë atyre faljen e namazit. Thot Allahu Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin." Thot o ju që keni besuar, o ju besimtar, ruani vetveten, së pari vetveten tonë dhe ruaje, edukoje në frymën islame, mbi temelet dhe parimet islame, të vërtetuara dhe të verifikuara në Kur'anin e Allahut Azza wa Jall dhe në Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj wa ahlikum, një herët përgjegjësia prej teje bjen tek familja jote. Pra ruaje vetveten dhe familjen tënde nga zjarmi, i cili zjarm do të digjet waquduha an-nasu wal hijara. Lënd djegës e zjarrit do të jenë njerëzit edhe gurëzit. Zjarmi i cili do të dhizet me njerëz dhe gurës. Pra e para dhe më e rëndësishme është mësimi i namazit, që çdo prind ta ketë synim të vetin, që prej moshës 7 vjeçare të ja mëson fëmijët të vetë dhe të ja obligon faljen e namazit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10, wa farriquhum fil madaji'." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Urdhëroni fëmijët e juaj që ta falin namazin prej moshës 7 vjeçare. E kur të mrinë në moshën 10 vjeçare, nëse ata nuk dëgjojnë, atëherë rihnin nga pak. Dhe në këtë moshë dani ata nga shtrati. Dani fëmijët nga shtrati. Nëse janë djem dhe vajza, dani nga shtrati. Dhe dani mundësisht edhe nga dhoma e fjetjes. E nëse janë vetëm djem, atëherë dani nga mbuloja me të cilën mbuloja të mlon, sikurse me vada qebët apo jorgonat dhe kështu me radh. Por nëse janë djem edhe vajza, u andron kauçat, u andron dhomat. E jo milon me një kauç edhe me një dhomë. Në mundësish ai cili ka dhoma më shumë, le të andon edhe dhomat nëse i ka djem dhe vajza. Edhe nëse nuk ka mundësi së paku, mu anda shtratin, sikurse njëri të flen me një kauç e tjetri me një kauç të tjetër. Këto janë rregulla dhe parimet që kanë të bëjnë me edukat. Dhe rastësisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtu urdhëron që edhe mirëhi ka pak në moshën 10 vjeçare, nga se kuptojnë mesazhin e të rahurit. Kuptojnë kuptimin sepse e duke e re. Dhe në këtë moshë kur ai më kupton, e din edhe turpin, e din do të thotë edhe gjinin tjetër që ta dallon nga gjinia e vet, dhe kështu është edhe pointa dhe qëllimi i ndarjes së dy gjinive, edhe nëse janë vëlla edhe motër. Por për t'u mbrojtur moralin, për t'u mbrojtur vlerën e edukatës dhe mbarës, atëherë i ndan edhe nga shtrati që të kenë turp dhe mbare nga njëri tjetri sa më shumë. Tjetra është që fëmijëve tonë të mësojnë vlerat e besimit të shëndosh. Sikurse mu mësu amentu billahi, sikurse dihet tek ne, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, të mësojnë besimin në Allahun, në melaqet e Allahut azza wa jalla, në pejgambert e Allahut, në librat e Allahut të zbritura, që janë vlera të rëndësishme për fëmin. Ne mendojmë se këta janë të rënda dhe të shumta. E dikush ka mundësi që të thotë si ka mundësi fëmijëve të cilët janë në moshën 5, 6, 7 vjeçare, të mësojmë akiden. Allah na jemi plak se dim akiden e të mësojmë tauhidin edhe fëmijëve. Jo, gabim është kjo. Gabima dhe këtë gabim po e argumentoj me hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas e dini fort mirë hadithin
që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mua jep. Ihfadhillaha yahfazak. Shumica prej nesh këtë hadith e kemi ndëgju. Edhe shumë hoxhallarë kanë komentuar dhe shpjeguar. Por ana ka shkuar ndërmend. Ky hadith i cili shpjegohet me jaf. Edhe dini fort mirë se ka dietar që kanë shkruar libër vetëm për këtë hadith. A dini se e ka thonë një fëmijë të vogël. Ibn Abbas kur ja ka thonë këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a kon fëmijë i vogël. A kon fëmijë gulam a kon. Thuhet se as 10 vjet si ka pas. Para mendoni. Ja thot këtë hadith me mana shumë të madhe, me vlera shumë të mëdha, saqë edhe na të mëdhtë jemi plak si kuptojmë mirë. Ja ka thonë atij fëmijës për garancia e madhe që i ka ky hadith, sepse mëson tauhid, besim të shëndosh. Dhe fëmijësia ja vizaton rrugën e tij, ka do ta vazhdon jetën e tij. Dhe ja tregon se ai për ka duhet mu lidh. E nga kush duhet mu zgjidh. Që ai të ketë rrugë të qartë në jetën e tij. Dhe i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Shiqoni, ja gulam, o fëmijë, o djalosh, inni uallimuka kelimat." Ka me ti mësu disa lafe, disa fjalë, shumë të mdhaja. Edhe thot hapi vesh dhe syt dhe ndëgja. Ihfadhillaha yahfazak. Ruaje Allahun, Allahu ti ka me trujt. Don ruaje fejnë Allahut e Allahu ti ka me trujt. Nuk kam pojnë ta shpjegoj këtë hadith, as ta komentoj. Vetëm lafët, sa të mdhoja për një fëmijë, neve na duken sa shumë mdhoja. Ama realiteti është se fëmijët e kuptojnë këtë fjalë, këtë mesazh. Edhe mësoja besimin, sepse shtash është koha dhe momenti kur ai zhvillohet dhe rritet. Nëse e ujit me besim dhe të shëndosh, ai do të vazhdon tërma, degë do të ketë të shëndosha, të bazuar mbi besim të shëndosh. Nëse e lën në onës dhe na shkalon besimin, ai do të degët e tij, jetën e tij do ta ketë ndërtuar mbi gjëra të kota të babaza. Dhe besimi i tij është i lohatshëm. Dhe i thot: "Ihfadhillaha tajidhu amamak." Ruaj Allahun të ta gjesh para teje. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh diçka, kërkon nga Allahu. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Edhe kur kërkosh ndihmë, kërkoj atë ndihmën prej Allahut. Shiqoni e lidh gjithë jetën e tij, gjithë nevojat e tij me Allahun azza wa jall. Pra së pari herë mbështetun në Allah, e pastaj në krijesa nëse kanë mundësi ata me të ndihmu. Nuk ta vazhdoj hadithin, për qëllimi dhe mesazhi është se fëmijëve tonë duhet mua mësu besimin e shëndosh, akiden e vërtet, besimin në Allahun azza wa jall, në librat e tij, në melaçet e tij, pejgamberët e tij dhe kështu me radhë. Fëmijët duhet mësuar mbi vlera dhe morale të shëndosha dhe të pranuara. Dhe gabimet e tyre duhet mi korrigju më njëherë. E jo me thonë është i ri dhe i vogël ka vak kur me korrigju. Jo, gabojmë shumë këtë rast. Nga se metodologjia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që fëmijët kur i ka pasë se ata kanë gabu, më njëherë u ka korrigju gabimin e tyre. Më njëherë. E dim fort mirë rastin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte në sofër me sahab, me burra të mëdhej. Me burra të mëdhej, e në mesin e tyre ishte Amr ibn Salama. Amr ibn Abi Salama, i cili ishte fëmijë i vogël. Pejgamberi sa këtu tregon mesazh. Edhe pse ka pas burra, natë od burrave, natë sofër të burrave, ka leju që më ule dhe fëmijët. Që mi pa burrat se si bajnë, edhe që me marë mësim nga burrat, jo milion me gratë e me nadal zhenkar ato djem. Jo, po duhet me nadal mashkull, burrat duhet me nadal. Jo zhenskopetle. Zban milion me gratë, me burrat duhet me marë, mi mësu. Edhe pejgamberi sa më rastisht e ka tregu këtë rast dhe i ka marë ato fëmijët i ka shtin not burrave. Edhe i ka ullë në sofrën e burrave, që me mësu renin e burrave. Edhe kitë djallë, Amr ibn Abi Salama, çka ban? Vete transmeton këtë hadith. E ma men këtë rast, kur është boj i madhe ka kallëzu këtë fjalë. Thot une, duke hangër buk me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot, e shtina dorën në mes të tepsijës, me marrje mek, me ngji bukën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
e ndale. I tha ja gulam, o ti gjallë. Kjo është fjalë e urtë. Kjo është fjalë e urtë, edhe fëmijë sikur se na shqip kur i thëna o djalosh, o altan, o gjali mirë, o gjali loçki shajshet, varet për terminologjisht ku gjindet ai. Do të thonë është drejtuar në këtë formë pejgamberit sa më të fëmijës. Sikur se në tetof o loçki shajshet, aty më të vogël i thot. Ngjaja agën, çka do të thon? I thot: "Samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalika." Shiqoni çfarë mesazh jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atij djalit të vogël. Kjo është gut i vogël, i unt. Kur është vnu tepsia më njëre ka shtin dorën të marrë buk. Pejgamberi më njëre korrigjoi gabimin. Shiqoni fëmijën kur ta shohin gabim, më njëherë korrigjoje. Ndërpreje dhe kallzoi ku ka gabu, sa e shtosh në gjendje me kuptu gabimin e tij. Dush mi kallzu sepse. Jo ja krej veshën ai se ka kuptu pse ja ki krej veshën. Dush mi kallzu sepse ja krehe veshën. Thuj, kreja veshën, ndale, edhe thuj. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja gulam, thot o fëmijë. Semillah, kur thaj buk thot thuj bismillah. Se ki kish haru edhe me thon bismillah. I unë fëmijë. Wa kul bi yaminik. Edhe thot ha me dorën e gjatë, jo me dorën e majt. Se ki edhe me dorë të majt kish marr buk me ongër. Wa kul mimma yalika. Edhe thot ha para tepsijës tënde. Do në 3 mësime ja dha më njëherë, me një gabim. Ki hini pare, me dorë të majt, pa bismillah, edhe midis tepsijës e rasi dorën. A gjë duk zaren më mirë. Thot ki sahabiu, fema zalet ti'meti dhalike ba'd. Thot, deri sa kom vdek, unë e kështu ma kom hongër buk. Kom bo bismillah, kom hongë me dorë gjast, edhe kom hongë para tepsijës, para vetës te. Jo në midis tepsijës të ashti dorë. Këshirni, ja ka thonë mësimin të kona i vogël. Ama shumë interesant se si e ka thonë ki sahabia. Thot, deri sa kom vdek, kështu ma kom hongër bukune. Kja kom plak kër e ka kalzu këtë hadith. Thot, deri shtash më kur se kom dru me këtë lojt të hajes. Edhe thmijës, jo a e ras dun im shantin dorë, qka pat be kime mu, thot thmija, qka ka këtë, qka ka rog dalash. Edhe si thu kur gjon, mare, jo, a kim shumë dorë, po, thu jo ti, me lalën kur ta ish buk, thu i bismillah, ha para vetës, ha me dorën e gjast. Edhe aja e ma mend pse a ki hek dorën prej tepsins. Këto janë rregulla, parimet bazuar në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na duhet mi marr këto mësime edhe mi përvetësu. Edhe mi realizu njëtën tonë të përditshme. Këtë e përmenda me buk dhe ky shembull vlen për çdo send. Kudo që ta shohësh të riu në gabim, merr edhe mësoj. Tërheqja vërejtjen edhe kallzoj pse është gabim. Tek fëmijë duhet me pas drejtësi. Sidomos për ata të cilët kanë, do thot më shumë fëmijë. Duhet me kon të drejtë me fëmijë. Thot Allahu azza wa jall, inna Allaha ya'muru bil 'adl. Allahu azza wa jall urdhëron për drejtësi. Çdo babë ka për obligim dhe detyrë fetare që të jetë i drejtë me vllatë të vet. Transmetohet një rast se një babë ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka kërkuar që të jetë dëshmitar për ndarjen e pasurisë. Edhe njëri prej fëmijë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur se njërit prej gjemve i ka dhënë më shumë, sikur sa është rasti te ne shqiptarët. Baba shkon rri me djalin më të vogël, aty ja jep shtëpinë 5 kat, këto çert këti për zep i shtëpie, këtë me qirajçet. S'ka njësa ata. Ja jep dyqonin më të mirë, ja jep tokën më të mirë, ja jep shtëpinë më të mirë. Ato çert, cilët kanë punu më shumë se sa ki i vogli, jesin në xhade. Kush o kurban më i madh? Më i madh o kurban çdo të shqiptarët. Ama në Islam ja kjo gabim është. Kjo nuk lejohet. Dhe se trashëgimia e babës dohet paralel, barabar me krejt. Pa marr parasysh se kush ka me rujt babën. Ai madhe, ai vogli, ai mesmi, ai tjetri. Ajo është babi i krejtve. E një babë më kone pejgamberit, sa çka ka bën? Ka shku i ka dhonë njërit prej gjemve më shumë. E ka dash më shumë atë. Edhe i thot pejgamberi sa banu dëshmitar. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la ashhadu ala jawr, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Thot unë nuk bona dëshmitar i zullumit. Thot keni frikë Allahun azza wa jall edhe bahuni të drejt me fëmijët e ju. Ka refuzu që më bë dëshmitari një kontratës,
e cila kontrata kon me ndërtuar mbi padrejtësi. Edhe kjo ndodh do thot si devijim, edhe si mesele e cila vazhdon bes pas brezi. E ka shpik dë një shqiptar, ku me di çfarë katoliki akon para sa vjetve, edhe ketë në shqiptar tjere vazhdojnë gabimin mas ati. As kujt nuk i shkon ndërmend me thonë stop. E shtash natë se shkojmë në xhami. E ndëgjojmë hoxhën. E dim se në Islam sheriat ka trashëgimi, ka miras. Pse mos me praktiku një gjë të tillë? Dhe se një gjë si kjo është gabim dhe haram i madh, nga se Allahu Azza wa Jalla urdhëron që na të jemi të drejtë. Ne kemi kuptuar drejtësinë vetëm se me matën kantar dhe vak, në pazar, në dyqan. Drejtësia është edhe mes evlatëve në shtëpinë tënde. Tjetër është se me fëmijë duhet mu sjell me butësi. Ma ata ndonjëherë duhet mu bë më fëmijë se ata. Sikur ka bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me fëmijët ka lut, me fëmijët ka ngarent. Pejgamberi Allahut, burr, udhëheqës, komandant, përgjegjës shteti, kryetar shteti, presedatel i Medinës, aja konën, presedatel dhe shtetit Islam, udhëheqës i shtetit Islam. Ama ka në qëtër ka lujt me fëmijët. I ka përgdhel ata, ka kesh me ata, ka lujt me ata, ka ngarejn. Por edhe i ka këshillu, edhe i ka qortu. Edhe kjo është gabimi më i madh, që baba në shpinë e vetë jetë diktator. Tjetë kapadai, qaush, gabim është kjo. Baba në shpinë e vetë dhëtë me koni but, i sjellshëm, ndonjëherë me lujt me ata, ndonjëherë mi përgdhel ata, me ju thonë fjallë të mira, fjallë të buta, nga se ketë e ka nevoj shpirtërore fëmia në ketë kohë, nga se ai me ketë formë dhe ketë mënyrë edhe zhvillohet. Ketë e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para 1400 vjetëve. E shtash pedagog të thojnë, ndonjëherë është mirë baba me marë edhe ai me lujt me pampurin e fëmijës, apo me kerët e fëmijës, sepse fëmija u zhvilloi ka kështu. Jo be na themi muslimant, ne e dim këtë para 1400 vjetëve, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sejdë akon, i kanë hip fëmijët në qafë, ka prit, derisa u shu fëmija. I ka marrë në xhami me vete, ka doli imam fëmijët me vete. Çka ne sot mi marrë në xhami me vete, hoxhallar bile mi marrë me vete me gjithë mina për zonë pi mihrapi. Pse se ka vendin fëmija aty? Po kur dhe shofa i xhami, kur dhe shofa namaz? A kur të plak ata? Po jabe, kur të botë i madh shef diskoteka, shef gjonat këqija, a i mësot më matë, kallaiset ka diskotekat edhe më hajtë se shkoja e ke bërë në xhami. Fëmija prej fëmini du të me amësu vlerat e xhamis, vlerat islame, me amësu mihrabin, kiblen, hudbën, atë, ketë, mi ditë fëmija, të spin, duan, atë, ketë, kiblen, sejden. Kur di mësoj këtë lafën e se si mëson duke qenë i vogël? A i më kur të rritë, s'ka vak për këtë kible, s'ka vak për hudbe, a i ka punë matë mdoja, sepse është kallais dalash. Kështë që të kemi kujdes, që sjellën me fëmijët e tonë ta kemi me të butë. E ndonjëherë duhet edhe me të sertë, që prindit ketë baraspesh mes të sertit dhe të butët. Sepse është nga pedagogjia e mirë dhe shëndosh dhe e pranume dhe e dëshmume në realitet se ndonjëherë fëmijës duhet edhe me e kallëzu dhomët. Në atë kontekst se duhet edhe me a krej veshin ndonjëherë kur ka nevoj. Që me tregu prindi se gabimi është i madh. Që me tregu se puna është e madhe edhe se për qatë ajo është nervozun. Kjo kur ndodh? Kur prindi ka baraspesh. Din kur me kesh, din kur me lujt, dhe din kur me a krej veshin fëmis. Edhe këtë përshypje du të me lonë në shpite tona. Që kur të kuzdismi na, kur të idhromi, ta di e thmija sa është e madhe diçka. Dhe ajmo kur s'mer guximin me bot njëjtin gabim. Dhe kjo është pojenta e rrahjes së fëmijës prej në moshën 10 vjeçare për namaz, për ibadetin më të madh që është në këtë tokë. Ibadeti që është namazi, puna më e madhe dhe për atë fillon me re, që mi tregu se ka bo një gjuna dhe gabim shumë të madh dhe për atë shkakt edhe ka meritu qytekin. Fëmijës do të me fillu me amësu do të thotë gjërat elementare të fesë, sikur se është me amësu taharetin. Me amësu taharetin, me amësu abdesin, me amësu namazin, me amësu guslin. E jo kur ti bëhet 60 vetë hënës me mësune me marë taharetat.
Kjo është gabim. Kjo është mjerim që na fatkeqësisht do të thotë edhe në moshën 60 vjeçare, 70 vjeçare xhamatli do të thotë nevojën e vogël Allah s'din ta boje si duhet. E ban kom, nuk merr taharet kështu me radhë. Pse? Sepse në fëminisme se ka mësu prindi i tij marrjen e taharetit se si duhet. Këto janë gabimet e se përsëriten historikisht. Kështu që gjeneratat e reja nuk ban që këto gabimet e gjeneratave të vjetra mi përsërit. Por fëmijës tanë të mësoja prej fëminis që ai kur të hinë në banjo të hinë me komën e majt. E të thot doan e veces, e hamamit. E të pastrohet pas ta kryen nevojën, dhe të alon sholën pas ta kryen nevojën, që të mos e lën pa pastër. Gjitha këto janë vlera fetare, pastërtis, të cilët na duhet me mësu fëmijës tonë. Sikur ja mëson shahadetin, sikur ja mëson gustin, ashtu në këtë mënyrë ja mëson edhe këto mesele të cilët janë shumë të rëndësishme për një fëmijë. Tjetra është që nëse kemi vajza duhet me mësu atyre mbulesën, që t'i kalisin prej fëminis kadal, me mësu me si me lidh shamien, si me vesh mantillin, pra edhe ketë vlerë me azbukuru atinve. E jo me s'ti bojë 30 vetë me nëmë tek neve se pas ka një qika mbilik. Aja mo është plak, i ka bo 25-30 e nësë në mtekat, ne mi thonë oj bim lojo pak. Jo, po prej fëminis kadal fillojmë me mësu. Nuk po thamune që mi avnu shamin, me avnu mantillin, pin 6 vetë, 7 vetë. Por kadal me fillu që me azbukuru mantillin, me azbukuru shamin, sikur kam bo babalartë e tonë, me motrat e tona, me nonat e tona. Që prej zvoglimit, va kam mësu shamin, va kam mësu mantillin. Për çast shumica e gjeneratave të vetra, janë me mantillin dhe me shami, që të regon se generatat më të vetra ja kanë ditë rejnin kësoj pune. Ama gjeneratat më të reja, këshiri e vlatë të atinve, qikat të atinve, si është ma bet, e mos folin për ma shumë e ma shumë. Qetra është që e vlatë nuk ban me i nem, dhe këtu dhe ta përmendi. Nuk ban që për e vlatë me bo dua të keqe, me i nem që themi na shqiptartë. Për pak e për shumë, mi thonë të theft kria, e kur mos pas shajr, e nëzër kapuqin, agjibaba, edhe nem, e agjinon e nëzër shamin edhe nem, pse ka dal gjali, u ka dap një dimu i maherët, e ki qetri pse ka shku në gurbete, kësho pun janë haram, nuk ban. Nuk ban, sepse duaja e babës bëhet kabul, duaja e nonës bëhet kabul, edhe e vlat, kur ta gjenje ndë një keqe, kur pranot ajo dua, kush ka me kajt ma shumë për ato e vlat? Nona dhe baba, ma shumë ti kanë me kajt, sa ative ma shumë ti udhimet. Edhe njëta për neve, që kemi fëmi ma të ri dhe ma të vegjel, duat dhe fjalët duhet mi mësu me vathon ka hajri. Sikur se ju thu Allahit bekoft, Allahu të dhoft, Allahu të bëft hajr, Allah e kur më zdaft këqia, kështu mu mësu me mësu gjuhën ton dhe me kalit. Sepse duaja e prindërve është duaja cila pranot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tadu ala anfusikum. Thot mos bani dua kundra vetvetes. Sikur se dikush thot Allah im shkatroft, Allah im poshtroft, Allah kështu. Këto janë gabim, nuk lejohet. Dhe është haram. Wala tadu ala auladikum. Thot edhe mos bani dua kundra fëmijëve tuaj. Wala tadu ala amwalikum. Edhe mos bani dua kundra pasurisë juve. Si ka mundsi? He ki viran ker, he ki fajk shker, ki fajk shtu. Ka daleve kit fajk shakit virana i bone. Kjo është, he ki keri bekum thuj. He ki e vlad e hajrit. He ki e vlad Allah e bekoft e uzoft. Duhet me mësu gjuhën ton ka e mbara. Edhe fjalt dalash që i kemi nga shqiptaria jonë duhet mi largu dhe zhduk. Dhe me mësu gjuhën ton dhe me kalit gjuhën ton që të shprej fjallë të mira dhe të bekume të cilët kthehen për ka i mira. Thot Muhamedi sa në vazhdim, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yuselu fiha ata'an fa yastajibu lakum. Thot, moni se ka mundësi që duaja juve të ndodh me një vakt në të cilën vakt pranohet duaja masani ju të boni pishman. Ju të boni pishman. Sikur se në ndodh, bëjnë disa babalar, disa nona dua kundra e vladëve tyre, edhe ju bot kabul duaja. Tu theft kria e shkel pampurja agje. E shkel valake, be aeroplani. Pse është bot dua kabul? Duaja kabul është bot.
E maseni kush shkon, kush vajton, prap çaj bab, çaj non. Pra na si baballar, si përgjegjës, nuk na lejohet që me bë dua të këqija, por se duat e tona duhet mi bë për ka e mira, duhet me lutë Allahun azza wa jall që evlatët tonë nëse janë dallash ti udhëzon, ti drejton për nga e hajrit, për nga e dobishmja, lusë Allahun subhanahu wa taala që të na ban prindën të djeshëm, të mirë, të përgjithshëm, që edukatën tonë të ajapin të mirëfillt të vlatëve tonë, të mësojmë për ka e mira dhe ka e mbara, që ata të jenë pasqyra jonë e mirë dhe e hajrit, që ata të jenë pasardhës të tonë të mirë, që një ditë për ditëve kur të kemi më së shumti të nevojë për ata të na dalin në krah dhe të na ndihmojnë për ka punë të mira, edhe njëkohësisht që një ditë për ditëve kur dalim para Allahut azza wa jall, të dalim faqebardh me vepra të mira të hajrit, që kemi praktikuar urdhrat e Allahut dhe të pejgamberit të tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu i shpëlbet për durimin.